Mirëmbrëma dhe përshëndetje të nderuar teleshikues të ekranit të televizionit Fox News dhe uroj mirëseardhje në emisionin e titulluar Folk në Tradit. Siç kemi thënë, tashmë emisioni do të ketë në përbërjen e tij artistë dhe artista nga gjithë Shqipëria, si dhe nga trevat e Kosova, Malizi dhe nga diaspora. Kam nderin sonte të kemë të ftuar një artist, performues të skenës, pjesëtar i sofrave të gëzimit familjar, artistin Zef Froku. Duke shprehur kënaqësinë për pjesëmarrjen, Zoti Zef, të uroj mirëseardhje në emisionin e titulluar Folk në Tradit. Kënaqësia është e imja që marr pjesë në këtë Fox News, këtë emision të bukur që e drejton ju Tonin Ndreu, ose me emrin Tokondi, të cilën jam edhe pjesëtar i qendrës kulturore artistike Nën Terezia, edhe ju falenderoj shumë për ftesën. Po Zef, kënaqësi që të kemi në emisionin tonë. Së pari tashmë për publikun. Pyetja e parë për ju është kush jeni dhe nga vini? Unë jam Zef Froku, nuk po them artist, po Zef Froku, nga Mirdita, nga Mirdita, i lindur në Mirdit, banues në Kukës dhe jetoj në Durrës për 25 vjetëve. Pra për ajo kur thua jam lindur Mirdit, pra në Domgjon, Mirditor, ti pas këtë një vlerë tjetër të shtuar, sepse qenë nga vendlindje të madhit Padre Gjergj Fishta. Po, është shumë e vërtet, edhe kam kënaqësinë që jam nga Domgjoni, që kam jetu në Kukë, sepse kam hikë shumë i vogël, edhe si mbas trazirave që janë bërë, tani jetoj në Durrës. Si ka një rrugtimi juaj artistik, Zef? Ku kanë qenë zanafilla e hedhjes së hapave të para drejt rrugtimit tuaj artistik? Tashi, fal Zotit e fal babës që kam pas, nga që ata e kam pas shembull edhe që më ka shty, për se ata e kam pas që ka pas tradit çifteline, sharkine, gjithë gjë. Pra çiftelia ka qëndruar varë në monë në shtëpinë tuaj. Pra rrugtimi juaj artistik pas ka nisë vërtet si një rezultat i një geni familjar të trashëguar muzika dhe instrumenti çifteli në shtëpinë tuaj. Shumë e vërtet, edhe kam shumë kënaqësinë, edhe që atëherë kemi filluar duke mësuar çiftelinë si gjithë fëmijët e tjerë, pastaj me kalimin e kohës tek shkolla, me pallate e kulture, gjithmonë duke mësuar ditë për ditë. Do dalim pak më vonë, Zef, por një pyetje tjetër. Kush ka qenë? Ju jeni këngëtar i preferuar. Natyrisht, rrjetet sociale nuk lënë të gabosh dhe keni një repertor mjaft të pasur të këngëve tuaja. Po një pyetje, a ka qenë çiftelia ajo që ju shtyni të mësoni këngën, apo ishte kënga që ju shtyni të mësoni çiftelinë? Faktikisht, është çiftelia, sepse çiftelinë kemi mësuar ne dhe çiftelia na ka bën për të këndu. Pra, instrumentiste keni dhe qartë, pra është ajo çiftelia që sapo e them më herët që babaja mante varë në mur. Unë do të uroj shumë suksese, por diçka tjetër, Zef, se në lidhje me këngën, natyrisht gjithkush e nis zanafillin e këngës, ka diçka të preferuar. Kush ka qenë këngëtari juaj i preferuar që me zërin e tij, apo me interpretimin e tij, apo me fjalët e atyre këngëve që ai këndonte, ka qenë ai hobi që e keni nisur ose e keni pas më për zemër të ndjekni një shembull dhe të arrini atë nivel? Faktikisht janë shumë, po janë si Agostinuka, si këto të Shaqir Sevadiku, Mahmut Ferrati, janë shumë. Po. Mi fjalë janë shumë këngëtar. Pra për ju ka qenë një shembull frymëzimi muzika. Po, sepse atëherë ne ka qenë edhe koha që pse ishte me sunguar. Po, edhe faktikisht kemi pas edhe ngjëshëm ke televizori, ke Radio Prishtina, se ne në Kukës aty na kapte Kosovarë dhe aty një gjëshëm ne, se s'kishna kuti një gjëshëm, fillimisht. Po, natyrisht artisti e gjente mënyrë. Po, edhe, po, atëherë ne, vetëm një gjëshëm ishte ora 5 e mesit që ishte ai programi, edhe aty na pëlqeshin shumë këngëtar. Si Dervish Shaqa, ka qenë janë tashmë artisti Zef, se kështu e meriton dhe kam dëshirën të thirrë në emisionin tonë. Është kënaqësia. Faleminderit. Tashmë për qetësinë e teleshikuesit dhe për kënaqësinë, nga repertori juaj duat më shkëpusish një këngë
nëse është e mundur dhe të ma këndoni, por një nga ata këngët vërtet patriotike që dhe tek ti është pak më e veçantë që të lini mbres apo të lini për të ju rikthyer bisedës tonë përsëri këtu ku ishim. Po. Me çfarë këngë mund të naje? Unë kam shumë këngë për të kënduar, por në gjithë ato kam zgjedhë se ma kërkojnë shumë këtë këngën, Hajde vlla. Në fjalë kënga më e kërkuar në repertorin tuaj, në përso frakzimin për këtë është kënga Hajde vlla. Sepse është edhe për Kosovë dhe për Shqipëri. Atëherë, radha për ju, artisti Zef.
Zemra të këndoft. Faleminderit, kënaqësi të marrësh pjesë me prezantuesin dhe kryetarin e grupit artistik Qendra Kulturore Artistike Sportive Nën Tereza. Të falenderoj Zef, por të nderuar teleshikues, këngëtari ka vlerat e veta dhe vërtet emocionuese fjalët e kësaj këngës, që nga titulli Lere djalë Gjermanin, Lere trim Italin, Amerikën, Kanada, jetë Kosovë, jetë Omerla. Vërtet emocionuese sepse këngëtari flet nëpërmjet telit çiftelisë, nëpërmjet zërit të tij, nëpërmjet pasionit të tij. Dhe këta pra janë vlerat të kultivuara dhe të trashëguara në shekuj dhe thesaret paqëmuara të kombit shqiptar. Zef, ishte kënaqësi dhe Kënaqësia është ime. Ju falenderoj juve. Atëherë që të rikthehemi përsëri bisedës tonë, Zef, pak më herët thej që vendlindja ime është në Fan, në Domgjon, pra si që tham, dhe në vendlindjen e të madhit Gjergjfisht. Rrit në Kuks. Dhe jo pa qëllim ke përzgjedhur veshjet tradicionale të Mirditës dhe veshjen tradicionale të Kuksit. Pra edhe këtu një domethënie, Zef, është gjë e mirë sepse arti kultivohet, trashëgohet nëpërmjet këngës, nëpërmjet instrumentit, nëpërmjet riteve tradicionale zakonore, nëpërmjet kostumeve e të tjera e të tjera. Vërtet kanë qenë dasmat shqiptare. Ata, them shqiptare të mirëfilta tradicionale, që pasqyroheshin këta vlerat të këngës, vlerat e veshjes e me radhë, që dhe ne duhet t'i kultivojmë. Ndaj dhe emisioni Folk në Tradit është krijuar dhe bazuar mbi moton të kthejmë kokën nga kemi ardhur që ta dimë se ku do të shkojmë. Dhe këta vlera dhe këta fjalë emocionuese të kësaj këngë dhe të këtyre këngëve që këndohet dhe hidhet në përgojet e artistëve është vlerë e jona, vlerë që ne duhet ta kultivojmë dhe duhet ta trashëgojmë. Pra, që të rikthehemi përsëri bisedës tonë, sepse edhe emocionet e këngës e bojnë të veten, kur aq më shumë për atë Kosovë që vujti, por më në fund arrim t'i këndojmë një këngë siç sapo e ndëgjuan. Ku ka qenë mbështetja juaj më e madhe në bashkëpunimin dhe në grupet artistike që nga fillimi, flas në kuptimin e pjesëmarrjes të këtyre grupeve? Faktikisht, pjesëmarrja e parë ka qenë në Kukës. Aty jam aktivizuar me grupet si mbas koncerteve që u bëshën, po. Pastaj në rrugëtim e sipër, sepse atje kemi pas shumë aktivitete, edhe gjatë rrugëtimit pastaj ikem për koncerte, erdhi dhe radha me shku edhe në për të turën Durrës, edhe aty aktivizoha ke Pallati Kulturës në Durrës, edhe aty kisha shumë përkraje. Pra shpirti një artisti nuk e lën. Po, kisha shumë përkraje, me thënë sinqerisht. Aty kisha dhe djalin që kemi kënduar. Djali pak më vonë tek djalin, por Zef du them diçka. Këta rrjetet sociale me të thënë të drejtën e bojnë punën e tyre. E bajnë. Tashmë ju keni marrë fare drejtimi për vetë periudhën që thatë jetojmë në Durrës. Tash po njihemi dhe si një këngëtar i Shqipërisë mesme. Po, patjetër. Ju shikojmë në përdasma, në për sofra gëzimi familjarë. Është patjetër. Interpretori. Është patjetër sepse janë këngë që i kërkojnë. Po mirë, Zef. I kërkojnë. Dua të ta kërkoj një akapela shumë. Po, pa instrument fare. Po. Se nuk i kemi ata. Po, të Shqipërisë mesme. Po. Moshe bukur kjo rinia, gjamat mirë bota se ka, mirë po ja që vjen e pleshnia, dhe ka borgje për me la. Mirë po ja që vjen pleshnia, dhe ka borgje për me la. Pra, një vulkan ku shpërthen artisti. Dalin, burojnë nga shpirti. Faktikisht, përveç është vlerë e shtuar e juja, por edhe ne të Trevës, ose Treva vetë, njën kënaqësi kur arrin t'i marrësh këngët shqipe, se mbi gjitha që nga Kosova e në Qamëri, ka vetëm një emër. Dhe Shqipëri. Tani diçka tjetër, Zef, ne e kuptuam tani që çiftelia, kënga është pasion, është gen familjar dhe pasion i lindur të këtij, si rezultati i këtij geni familjar.
Nga që përbët trungu juaj familjar, Zef? Trungu im përbët nga 5 kalamaj, 3 goca, 2 quna, edhe bashkëshortën edhe vetë. I pash me jetë. 7. Qëllimi i pyetjes ishte ky, që njëherë ti kesh me jetë fëmijë dhe uroj sukses se kudo që t'jenë. A trashëgohet kjo vlerë e shtuar, kjo vlerë e juaja tek fëmijët? Po, sigurisht që po. Sigurisht që djali e ka i bjen qiftelisë, këndojnë pavarësisht se... Edhe aj. Po, edhe aj. Një rrugtim, po themim të gjyshit, të babajt dhe tani e ka mërret. Pra, trashëgimia ka kaluar në brezin e tretë. Plus edhe Festival Gjirokastërës. Ju gjithmonë artisti ka patur, kur e nisë në fillen, ka një ëndër, ka diçka për të realizuar. Dhe ëndra më madhe ka qenë të merë festivali. Ëndra më madhe ajo që mora pjesë në Festival Gjirokastërës. Po, edhe ke qenë me? Me gjithë djalin. Me djalin. Me djalin. Aq më mirë. Ai binte qiftelisë, unë sharkisë, edhe në përfundim të këngës kam shumë kujtim. Pra një kombinim tradicional. Po, kam kujtim bukur sepse në atë kohë ka qenë edhe Ministre e Kulturës, Arda Dada, që me të cilën e përshëndes. Zonja Arda Dade. Edhe që erdhi dhe Llorej Tuflule djalit. Ai ishte kënaqësia më e madhe. Pra, vetë Ministri i Kulturës, në atë kohë zonja Arda Dade ka dhuruar një tufë me lule, pra. Që ishte shumë kënaqësi. Këtë tufë me lule ndoshta mund të themi më thoj se ja keni rrëmbyer me ato që ka ju i keni dhuruar spektatorit. Ishte shumë kënaqësi. Gëzohem Zef, gëzohem për këtë që po ndigjoj. Të falenderoj. Të falenderoj juve. Ju thash keni një repertor shumë të pasur. Tani, në mes të repertorit, mbaj mend që keni një këngë për këtë unitetin a bashkimin kombëtar, nuk e kujtoj mirë tani, që edhe ajo këngë, me fjalë, është e kërkuar mjaft dhe e klikuar, mund të themi. Ajo është, me thënë drejtë, ajo e gjitha trevave. Jug, Veri, Maqedonia, gjitha trevave, edhe ajo kërkohet për dasma, për qefe, gjana. Pra ke dal pak jashtë trevës veriut, por e ke bërë e kërkon sot, e kërkon edhe punë, se e kam edhe punë ata. Me tani Zef, vërtet minutat e emisionit janë të limituara, por unë do kisha dëshirë ta kërkoj edhe këtë këngë. Po, me gjithë kënaqësinë më të madhe. Atëherë, vetëm se qiftelia ju pret ta merrni. Po.
Zemra ju këndoft me gjithë forcën e shpirtit një urim. Ju falenderoj shumë për ftesën edhe për pjesëmarrjen që kam marrë në këtë emision tuaj si moderator. Dhe ju për këtë atmosferë, gëzimi, entuziazmi, por edhe mallëngjimi, sepse Ajteli, aq sa është i holl, aq të prek zemrën në disa raste. Mund të ju pyes Zef bashkëpunimi juaj në lidhje me këngën, me tekstin dhe me melodin, kush është apo i realizoni vetë? Faktikisht tekstet kam pas një shok timin që ma ka bë tekstin, edhe ndërsa muzikën e kam bë vetë. Ai që ka bë tekstin është dhe nga Domgjoni ka qenë, bashkëfshatar imi, Agustin Alia. Muzikën e kam bë vetë. Edhe përshëndesim dhe tek shkruesit dhe jurojmë sukses atij, sa më shumë tekst. Kam shumë se tjera, një që këndova këtu dhe... Zef, përveç se performuesi skenës, e thash dhe në fillim të emisionit që je dhe një pjesëtar i sofrave të gëzimit familjar. Ku i ke kërkesat më shumta që ju ftojnë? Tash ka me dhe Shqipërit mesme, po flas në vendlindje gjithmonë atje. Tash faktikisht si gjithë shqiptarët që janë për kurbete, edhe janë të mallëngjyshëm, kam një këngë kurbeti që ma kërkojnë shpesh ata. Edhe... Që ndodhet në repertorin tuaj? Po, që ndodhet në repertorin tim. Edhe kështu që sa herë ata, jo një herë, po një herë 2-3 kthejnë, sepse njerëzit janë përmalluar se jemi hallakat gjitha ne. Kurbeti është një plag e rëndë që gjithë shoqërisë shqiptare tashma i mungon dikush djali, motra, vllai. Dhe aq më mirë se përshkruajtën e këngën Hajde vlla, nuk kem çka t'i shtoj pas e këngë. Të nderuar teleshikues, të flasësh për jetën e një artisti Zef, siç të kam titulluar në fillim të emisionit, dhe do të metesh artisti Zef për të gjithë teleshikuesit, për të gjithë adhuruesit tuaj. Duke qenë se ju, kur e niset emisionin, the që vendlindja ime është Mirdita. Sikur një improvizim të një këngë tradicionale mirditore në Qifteli e dua kështu, shqeto. Nëse do të jetë mundësia gjithmonë. Që të këndojsh për Mirditën. Pikërisht. Kisha Mirdita më dje mazgana, ky preng curi matrim se zona, kur sa lidho se kalin nona, po më ka lidho hosmi o me pronga. Rrugat e gjata po na i kalzon, rrugët e gjata mo haj me det, ma denojno me 100 vjet, mos me u këzytrimi mo për jetë. Një trim me flet, ka bashku e këto shok të vet, ka rakarmet me 100 fishek, ka zan pritat me qaf qërete.
Vran armisht o një 7-8 në gjandarin me gjithë perfekt. Atëher vino shqiptar të shkret, të tanë lidhu në pago pa vdeke. Liroj baba djalin e vet, liroj vllaznit e vet. Shpesh shkoj fjala në hyqymet, hyqymet i tha trien Shkoder, mua po më thonë o mirë dita vogël. Mua bëm thënë o mirë dita gazepi, m'ka rrit baban ma jetë njaj kepi. Kur duk bani to ka bukë për veti, tu s'ka veni jo kralia s'mreti. Se këto kove kem për veti more. Shumë falënderit. Bravo. Nësi. Pra një këngë që përveç shpirtit artistik dhe dhe shpirti patriotik i vetë shqiptarit për me mbrojt tërët e veta si gjithmonë e ka pas dhe do ta ketë. Faleminderit shumë faleminderit. Zef emocionues ky emision. Vërtet emocionues është. Dhe duke shpreh kënaqësinë edhe një herë për pjesëmarrjen, do të falenderoj së pari ekranin e televizionit Fax News, si dhe grupin e realizimit të emisionit Folk në Tradit për mundësinë që na jep për transmetimin e këtyre vlerave si thesaret paqëmora të kombit shqiptar. Emisioni Folk në Tradit pra vjen çdo të mërkur ora 18:00 pra këtu në ekranin e televizionit Fax News. Dhe tani, duke ju lënë edhe një herë në shoqërinë e këngëtarit, artistit Zef Froku, ju uroj natën e mirë dhe mirë të takofshim të mërkurën e ardhshme. Ditet po kalojnë, ti nuk e vaskon, koha po më shkon e vetëmi. Ende me man shpesa, se ti do të më kthesh, e të më sjellësh lumturi. Ditet po kalojnë, ti nuk e vaskon, koha po më shkon e vetëmi. Ende me man shpresa, se tu i do të më kesh, e të më sjellësh lumturi. Pranvera ka ardhë, lulet kanë qelë, pas kanë qelë për bukuri. Por zemrës time, ilaç nuk i solli, çfarë do bëj mjeri pa ty. Pranvera ka ardhë, lulet kanë qelë, pas kanë qelë për bukuri. Por zemrës time, ilaç nuk i solli, çfarë do bëj mjeri pa ty. A thu pas kam linë, që të vujnë këtë botë,
deri kur unë shtu do të pres. A thu zemra ime, do të vuj gjithmon, deri sa të vyshket e të vdes. A thu pas kam lid, që të vuj këtë bot, deri kur unë kështu do të pres. A thu zemra ime, do të vuj gjithmon, deri sa të vyshket e të vdes. Deri sa të vyshket dhe të vdes.